A e dini që pasaporta e Shqipërisë është më e vlefshme krahasuar me pasaportën e Kosovës në udhëtime jashtë vendit pa vizë? Me pasaportën e Shqipërisë mund të udhëtoni në 122 vende në botë pa vizë. Pasaporta e Shqipërisë renditet e 43-ta në vitin 2025. Ndërkaq me pasaportën e Kosovës mund të udhëtoni jashtë vendit pa viza në 80 vende. Ndërkaq renditja e pasaportës së Kosovës është në numrin 61. Sipas të dhënave të fundit, pasaporta e Shqipërisë vazhdon të mbajë një pozicion më të lartë në rangun ndërkombëtar krahasuar me pasaportën e Kosovës. Me pasaportën shqiptare, qytetarët mund të udhëtojnë pa vizë ose me vizë në hyrje në rreth 122 apo 123 vende të botës, duke renditur Shqipërinë në vendin e 43 në listën globale të fuqisë së pasaportave. Në të kundërt, qytetarët e Kosovës mund të udhëtojnë pa viza në rreth 80 vende, duke renditur Kosovën në vendin e 61, megjithse me një përmirësim të dukshëm prej 7 pozicionesh krahasuar me vitin e kaluar. Me pasaportën e Shqipërisë kuptuam se mund të udhëtoni në 122 apo 123 vende në botë pa viza. Shumë lehtë dhe shumë mirë. Por me pasaportën e Kosovës momentalisht i kemi vetëm 80 vende. Për të udhëtuar pa viza në vende të ndryshme të botës nuk është njëjtë si me pasaportën e Shqipërisë dhe të Kosovës, që nënkupton se jo të gjitha vendet që e kanë hequr vizat Kosovës, e kanë hequr edhe Shqipërisë, apo edhe e kundërta. Për shembull, qytetarët e Shqipërisë mund të udhëtojnë në Egjipt pa viza, ndërkaq qytetarët e Kosovës mund të udhëtojnë në Jordani pa viza, por jo dhe të Shqipërisë në Jordani dhe jo të Kosovës në Egjipt. Ekspertët e çështjeve të integrimit evropian theksojnë se ky ndryshim reflekton progresin në marrëveshje ndërkombëtare, por gjithashtu tregon nevojën për forcimin e politikave të jashtme dhe standardeve të sigurisë. Ndërsa Shqipëria ka përfituar nga marrëveshjet e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian që për vitin 2010, Kosova është ende në pritje të plotë aplikimit të këtyre lirive në nivel global, pavarësisht se liberalizimi i vizave për zonën Schengen ka hyrë në fuqi në fillim të vitit 2024.